Me sa duket të jemi shumë pranë finales së madhe të Champions League. Duhen edhe 2 gjysmëfinalet e kthimit që do të përcaktojnë se cilët do të jenë 2 skuadra të cilat do të vendosen në fushën e blerët për të përcaktuar fituesin e formulës së re të Champions League këtë vit. Ndeshjet sigurisht do të shijojmë në Tring dhe Vision Plus, por takimi i mbrëmjes së sotshme është dhe takimi i rëndësishëm sepse kemi të bëjmë me 2 skuadra të cilat kanë historik nga Champions League. Kanë provuar finalen, kanë provuar fitoren dhe sot përballen me njëra tjetrën, Inter Barcelona dhe nesër Paris Saint-Germain dhe Arsenal. Diskutimin e ndërtoj me një mik të përhershëm të programit, Tami Kono. Mirëmëngjes, mirë se vjen, ne ishim së bashku. Duket sikur zemra do rajnë më fort sot. Në San Siro. Jo, ka dhe një gjë tjetër që për evenimenti Champions League sigurisht që është evenimenti më i rëndësishëm i futbollit evropian, edhe po të thoja edhe asaj botëror, unë nga njerë e them me plot gojë që edhe kampionati botëror nuk është aq i rëndësishëm sa është Champions League. Kjo edhe për vetë faktin që, më thënë, shumë skuadra, marketingu, janë shumë gjëra, por kur në mes këtu janë skuadrat italiane për shkak të gjeografikës, afërsia me... I ndjej më shumë, po thua. Afërsia me Italinë, historikisht i ka bërë tifozët shqiptarë që të paktën, sidomos para viteve 90, ku nuk ishin mundësi të shikonin shumë dhe arkëtimet ishin të pakta, edhe sot ato vazhdojnë sigurisht, pasi ne këtu kemi shumë tifoza, mbas viteve 90 janë krijuar fan klubet, dhe janë krijuar dhe tifozeria e skuadrave për shka, për të thënë, ka qenë Milani, apo Juventusi, apo Torino, apo Genova, që nuk janë në ato nivele aq shumë të larta, por sigurisht që Interi është një pjesë e asaj dhe shumë tifozat të Interit në Shqipëri, më thënë, krahas Bayernit, krahas Milanit dhe Juves, edhe fan klubi i Interit është një shoqat, më thënë që prandaj e bën më të bukur atë dhe tifozat shqiptarë janë gjithmonë të ndjeshëm, më thënë, kur luajnë skuadrat italiane në një eveniment siç është Champions League. Por është përballë katalanëve sot që por sigurisht që i ndjekin shumë fitore. Unë do të thoja prak ndeshja është sigurisht ka 2 krahë, sepse 2 skuadrat vinë në këtë takim mbas takimit të parë. Mendoj një fitore lehtë e Barcelonës në ndeshjen e parë, edhe pse përballë kishte ka një skuadrë italiane që normalisht është nga më të mirat në Serie A. Vërtet ka humbur pak teren në këto javë të fundit dhe ndoshta të tërë nuk e prisnin, por ndeshja parë tregoi që një skuadrë italiane si Interi shkoi 4 herë në porë, se unë për mendimin tim dhe ai goli anulluar për mua ishte gol. Ka shkuar 4 herë në porë në mënyrën atë çka pam dhe 4 herë ka shënuar. Golat njëri më i bukur se tjetri, ndërkohë dhe Barcelona në krahun tjetër, sigurisht që domethënë shënimi i golave të Barcelonës është sepse tek Barcelona ka një gjë që aty e pret golin dhe nga portieri, domethënë Barcelona është një makineri golash. Kryeson kampionatin italian, atë kampionatin spanjoll, ka fituar kupën e mbretit, është shumë komode për sa i përket klasifikimit pasi është 4 pikë nga Reali Madridit dhe normalisht tani ajo shpreha lufton për tripletën, domethënë e ka fituar njërin, kupën e mbretit, është komode tek kampionati sepse është 4 pikë diferencë edhe them që është me një dorë këtë titulli. Ndërkohë do të ketë sot në 10 minuta, që 80 nuk e dim se si do shkojë, se çdo gjë është e hapur, ndeshja është i ka brenda gjitha rezultatet, ndërkohë në krahun tjetër Interi nuk është shumë komod. Kur them që nuk është shumë komod sepse mjafton t'ju them vetëm një gjë, në 5 ndeshjet e fundit të Interit, do t'ja them saktësisht me datë që nga 20 prilli, po të shikojmë Interi në arkun e 2 javë gjysmë ka bërë një humbje me Bolonjën. U eliminua me Milanin nga Kupa Italisë, u mund nga Roma, 3-3 me Barcelonën dhe ka fituar një ndeshje tani para 2 ditësh me Veronën, ku trajneri Inzaghi bëri një refresh të skuadrës, domethënë shumë titullari ka lënë në stol, kuptohet duke ditur që ishte një ndeshje, ka një ndeshje sot me Barcelonën. Domethënë, nëse Barcelona ka fituar është prag të kampionatit dhe synon të tretën, ndërkohë Interi doli nga Kupa Italisë, me humbjen në Bologna, me humbjen me Romën brenda në fushën vet, pavarësisht se fitoi, ka krijuar diferencë. Pra eufori nuk ka në këtë ekip. Duke sigur për na thua Barcelona fiton sonte. Jo, bëra një analizë si vin ndeshja. Me të drejtë. Flas, këto janë fakte. Sigurisht. Domethënë Interi nga një skuadër që luftonte në 3 kompeticionet, ashtu si dhe Barcelona me shumë të drejtë, kupton? Doli nga gara Italisë sepse u mund me Milanin.
Tani 2 humbje në kampionat, 1 me Bologna, 1 me Romën. A ka Interi ndonjë pikë të fortë që mund të bëjë diferencën sonte? Tani, unë po them, Interi sado që të bëjë diferencën, atmosfera e Interit tani në prag të ndeshjes sigurisht është, tani kjo është një ndeshje që edhe po të shikojmë në kuotimin që bëjnë kompanitë e bastave, sigurisht që ndeshja është aty. Është pak më favorite në koeficient Barcelona, por sigurisht kjo për sa i përket faktit që dihet që Barcelona është një skuadër që normalisht edhe e ka treguar që, por edhe Interi dhe Barcelona faktorin fush nuk është se e kanë shumë të rëndësishëm. Interi tregoi që në ndeshjen e parë në Barcelonë ne nuk e kuptonim 40 me 35%. Ne nuk e kuptonim se ku luheshin ndeshjat, luheshin në Barcelona apo luheshin në Milano, sepse nga mënyra si u zhvillua ndeshja, ishte një ndeshje që brenda në çdo moment mund fitonte Interi, ku për mendimin tim me atë gol pavarësisht se nuk luhet as me raste, as me golat anulluar, sepse ndeshja ka përfunduar 3-3, por baraspesa ishte e tillë që Interi edhe mund fitonte, edhe mund të munde, po edhe barazim. Tani, ndeshja kthimit i ka të 3 rezultatet, për mendimin tim. Favorite mund tjetë Barcelona, mund tjetë në letër Barcelona favorite, por skuadrat sigurisht që do t'japi më të mirën. Ka dhe një diçka tjetër që lodhja është shumë e madhe, sepse Champions League sigurisht zhvillohet në fund të evenimente, në fund të kampionateve, do më thonë kur futbolistët kanë zhvilluar një mori ndeshjesh, vinë nga ndeshjet e shumë kompeticioneve, për shembull Barcelona dhe Interi, luajnë në Serie A, ajo luan në kampionatin spanjoll, luan në Kupën e Mbretit, kjo luan në Kupën e Italisë, luan në Champions League, luajnë me kombëtarët. Kemi parë një Lautaro Martinez që në ndeshjen e parë, do më thënë, lodhja sigurisht që bën të vetën, dhe aq më tepër ngjeshja e ndeshjeve, thash njerë, në arkun e 16 ditëve, Interi ka zhvilluar 5 ndeshje. 5 ndeshje, nga të cilat 3 janë zhgënjyse, sepse janë 3 humbje, një barazim 3-3 dhe fitore me Veronë. Që do të thotë ngjeshja e kompeticioneve, moria e ndeshjeve bën që, më thënë, në një moment caktuar ti mund t'jesh, sepse në Itali po thonë që, shiko, Interi ka skuadrën, ndërkohë Conte, që është trajneri i Napolit, Napoli ka trajnerin. Sigurisht që unë nuk them se trajneri i Interit, Inzaghi, është një trajner që ndoshta vërtet është një trajner pak i takon brezit të ri, por është një trajner që Interin e këtyre viteve të fundit sigurisht ka thyer atë hegemoni që kishte dikur Juventusi, është një trajner vërtet i një brezit të ri, por para 2 vjetësh sigurisht ka lënë një finale Champions League me Manchester City, edhe është një Inter që normalisht në qoftë se ka dalë nga Kupa Italisë dhe nga kampionati, megjithatë nga kampionati nuk është se ka dalë, sepse diferenca vërtet është 3 pikë, por 3 ndeshje janë 3 javë, 9 pikë në lojë, në letër, kampionati, ose më mirë, rruga e Napolit është ka ndeshje më të lehta për sa i përket kampionatit. Pami, se flasim për Paris Saint-Germain Arsenal, një fitore minimale në Londër kundër Arsenalit, 1-0. Çfarë mund themi për atë? Shiko, të them të drejtën, që të bëjmë pak a shumë edhe një parashikim të mundshëm se si të them të drejtën në qoftë se sot. Ajo, ndeshja është e hapur nga të dyja, që do të thotë, më thënë, për mua, mund të kualifikuar, më thënë, përqindja për të kualifikuar në finalen e Muniut është si për Barcelonën, ashtu dhe për Interi. Duke ju referuar, në qoftë se takimi parë mund të ishte fituar nga Barcelona, ndoshta mund të kishim gjë tjetër. Sot ndeshja mund fitohet nga Interi, mund fitohet nga Barcelona, mund dali barazim, mund të kemi... Pra, gjithë janë 50 me 50. Do më thënë, shanset për mua janë 50 me 50. Por në rastin e Arsenalit dhe Paris Saint-Germain? Tani, ndryshon puna në rastin e Arsenalit. Të them të drejtën, skuadra e Arsenalit, një skuadrë që ajo trajneri Arteta është një trajner që normalisht detyruesit e Arsenalit prej vitesh i kanë dhënë një besim dhe skuadra edhe pse nuk po shpallet kampione e Anglisë, pasi Manchester City dhe këtë vit Liverpooli sigurisht kanë pasur një prioritet për sa i përket kampionatit anglez, por është një skuadër që në përballjet me Real Madridit tregoi një skuadër dhe një performancë sportive për mendimin tim dhe ajo që shprehet, ajo që ne përmendim gjithmonë si e themi që shiko, kush eliminon Manchester City ose Real Madridit, mund të fitojë Champions League. Se fatikisht në vitet e fundit kjo është treguar që edhe kur Reali dhe Manchesteri janë takuar me njëra tjetrën, kur kanë eliminuar njëra tjetrën, thoshin që ore kush e eliminon këto të dyja, sigurisht këto janë gjëra që kanë ndodhur dhe tani njerëzit
bëjnë disa, janë mësuar me këtë, por kjo nuk do të thotë se është ka diçka që është rregull i shkruar. Megjithatë, unë do thoja që, duke u nisur nga eliminimi që Arsenali i bëri Realit Madridit, të them të drejtën, i shikon shanset më shumë. Të them të drejtën, nuk e prisja mënyrën se si u zhvillua ndeshja e parë. Domethënë, e papritur ishte kur Arsenali luante me Real Madridit dhe favoriti ishte Real Madridit dhe ndërkohë fitoi Arsenali. Edhe me i përballje edhe me gola vërtet për vitrinë. Por fakti është që Paris Saint-Germain nga edicioni ose më mirë nga kompeticionet kur luante me emra shumë të mëdhenj, kur luante me Messi, kur luante me Neymar, kur luante me Mbappé, tani Parisi ka një trajner si Luis Enrique që ka shkuar atje dhe ka krijuar një skuadër në kuptimin që do të thotë nuk ka më se 3 general ose 3 komandantët që ishin Messi, Neymar, Mbappé, tani nuk janë më të Paris Saint-Germain. Skuadra ka yje, por ka yje që përbëjnë grupin e mirë të Paris Saint-Germain. Komponent. Po thuaj se i ka mbaruar punën të kampionatit francez, sigurisht. Po fakti tami që janë dy skuadra që nuk kanë një historik të madh fitoresh dhe finalesh të Champions League. Shton Etienne për Jo, tani normalisht ato nuk një fitore? Faktikisht kjo është e vërtetë. Domethënë që për shembull, un kam qelluar në Paris dhe kam parë një finale për shembull Barcelona-Arsenal. Domethënë kjo ka ndodhur fiks në 2006. Ka fituar Barcelona. Sigurisht që Arsenali ishte një skuadër dhe që nga ajo finale 2006, sigurisht pastaj leatë, për Arsenali mungonte edhe në kompeticionet e Champions League-ës për kaq kohësh, domethënë deri me rikthimin e trajnerit Arteta dhe bile dhe Arteta kur erdhi në vitin e parë ata që në fillim deshin ta shkarkonin, por besimi që u dha trajnerit ka bërë që ky Arsenal të jetë në këto momente që është tani, domethënë çfarë do të thotë, sepse ka një domethënë nisë një projekt dhe trajneri i ri spanjoll që kishte ardhur, sigurisht dhe trajneri spanjoll, unë të them të drejtën, kam shumë respekt sepse bën mirë ke Arsenali, Xavi Alonso bën mirë ke Bayer Leverkuseni, trajnerët këtu në Itali po bëjnë mirë, që do të thotë janë një brez trajnerësh spanjoll që vinë Luis Enrique te Paris Saint-Germain, që do të thotë janë ish futbollista. Vetëm dhe ka dhe një gjë që shiko, nuk është e thënë që këta futbollista vërtet kanë qenë futbollista të mirë dhe kanë qenë të mirë, por dhe të bëhen trajnerë të mirë. Nganjëherë ky rast del, sepse ne kemi rastin e Mourinho's ku nuk ka qenë futbollist i mirë, por del trajneri i mirë. Por ndërkohë unë do të them që Arsenali do ta ketë të vështirë. Takimi i parë me rezultatin 0-1 me fitoren e Paris Saint-Germainit, të them të drejtën, duke sikur Parisi ka hedhur një këmbë në finalen e Muniut, edhe është do thoja unë është më komod. Është më komod sepse edhe skuadrën sigurisht që ka të mirë, çfarëdo që të ndodhi, megjithatë, domethënë Champions League ka plot papritura. Domethënë ka plot papritura sepse Arsenali e fitoi ndeshjen e parë me Real Madridit, por kur tërë mendoni që Reali mund të kthente ose mund të bënte një përmbysje në gjuhën siç e kanë spanjollët, por ja që nuk ndodhi sepse Arsenali vajti prap Madrid edhe fitoi dhe ndeshjen e kthimit 1-2. Champions League të krijon emocione të tilla që është në aty që shiko, rezultatet janë të papriturat. As nuk diskutohet fare sepse vetë skuadrat, faktorin fush, unë do thoja që nuk e kanë problem fare. Domethënë, Parisi vajti në Londër edhe luante atje sikur të ishte në fushën e Parisit, sepse vetë kompeticioni është i rëndësishëm, shpeshherë kampionati ose gjendja e skuadrave që janë, nuk flasim për këto emra, por prapë se prapi, këto janë skuadra që kryeson kampionatin francez, kryeson kampionatin italian, kryeson kampionatin në kohën e Spanjë, është pretendent për fituar Serie A, domethënë janë skuadra që normalisht çfarëdo që të ndodhin kur vjen puna, gjithmonë skuadrat e mira gjithmonë triumfojnë. Ku shkon kupa e Champions League-s këtë vit? Ke bërë një projektim? Unë të them të drejtën, në momentin që Arsenali mundi Real Madridit, unë edhe sot, thua që edhe sot, kur them sot, domethënë ndeshja zhvillohet nesër. Po. Unë për mendimin tim shikoj në finale, ose mirë, shikoj në finale një Arsenal-Barcelona. Personalisht. Pa u ndodhur për ballit. Tani kanë mbaruar ndeshjet e para dhe Barcelona sigurisht i ka shanset 50-50. Ndërkohë, shanset janë 20-30 me 70-80 mendoj për Arsenalin. Domethënë, sigurisht që ndeshja e parë 0-1, normalisht Arsenali ka shumë të vështirë,
Unë jam optimist, po jam optimist me atë, nuk e them kështu, sepse duaj që të më dali fjala në kuptimin, sidomos me atë ndeshje që zhvilloi Arsenali me Real Madridin. Por sigurisht që më zhgënjeu me Paris Saint-Germain. Barcelona, Arsenal, por kupa? Pastaj kupa problem. Problem. Të e them një ditë para finales. Një ditë para me 30 maj. Faktikisht, ata që më njohin e din se nga anoj, sepse unë normalisht nuk jam as me njërën, as me njërën. E kuptoj rolin. Ju e dini që unë jam bavares me fjallë dhe nuk diskut. Bile kam thënë edhe në studio gjithmonë e them që edhe kur Bayern i luante me Bayer Leverkusen, për vetë faktin që finalja është në Myni, finalja Champions League-ës është në Myni. Myni, po. Unë thoja që kështu. Shiko, ky Bayer me atë mbrojtje dhe fjala më doli, me atë mbrojtje, domethënë të pësoj golat Bayerni pikërisht në qendër të mbrojtjes me mbrojtësa që Bayerni nuk blinte sulmuesa nga 70 milion nga 80 milion. Bleu mbrojtësat nga Napoli, mori atë Korano Jugorit dhe ai mund në qendër të asaj, një mbrojtës i Bayernit pavarë që tashmë luan me Interin, në dy luftim unë nuk e kuptoj, domethënë gropa e madhe e Bayernit në mbrojtje është atill që mua më bën që shiko, thosha, më mirë të eliminohet, mos shkojnë në finale në Myni, se do shgënjej tifozat e Myni, sepse ju e dini që ndeshja bëhet në Myni. Dhe thash, në një përballje mes dy gjermanëve, Bayer Leverkusen, Bayern Myni, edhe pse janë bavares, tash të kualifikohet Bayer Leverkusen. Mirë, ne bashkë do bëjmë një pakt, që do jemi përsëri në këtë studio me 30 maj, dhe pastaj do bëjmë parashikimin e se kush me datën 30 maj, domethënë, unë uroj që në finale të dali Arsenal-Barcelona. Tami e fundit. Më falë, për Barcelonën kam pak konflikt interesi, sepse qunin e kam tifoz të Interit. Kupton, edhe... Do keni debat në familje. Po futbolli ka magjia futbollit. Ka qelluar që gjithmonë ai në përballje ka fituar dhe më ka marrë dhe në finale ku Interi ka mundur Bayern. Kështu që do duhet të shohim. Djem shqiptar në Champions. Tani sigurisht që ne ndeshjen e fundit, që Interi zhvilloi me Veronën, sigurisht ne u ndjem krenar kur një futbollist Aslani ju besua goditja nga 11 meçi, pavarësisht se penaltia, por gjithashtu ajo është pjesë e lojës dhe normalisht ne domethënë jemi shumë ose më mirë pavarësisht se ai është një nga lojtarët më të mirë të ekipit tonë kombëtar, sido që të jetë kur shikon një futbollist kuqezi që luan në një kompeticion, domethënë në këtë kompeticion në këtyre përmasave nivelet. Në këto kompeticione më përpara kur luanin ndeshjen nëpër grupe, sigurisht ne kishim Besnik Hasin kur luan tek Anderleti, kishim Lorik Sanën kur luan tek Marseja, domethënë ne kemi pasur lojtarë, domethënë që luanin, por sigurisht në një eveniment të tillë ku Interi është pretendent për të dalë në një finale Champions League dhe ku një lojtar si Aslani që normalisht edhe pse vetëm mjafton që është pjesë e një skuadre të Interit, ne jemi krenar dhe normalisht ai bën mirë ke Interi, por ne, pse është si punë e brojës, si ne themi që shiko, broja mund t'jetë mirë, por ne duham që broja t'jetë sa më mirë në Angli që t'jetë dhe për kombëtaren, ashtu si dhe Aslani. Por, trajneri Inzaghi, her pas here, më vjen mirë që ja jep shanset për të luajtur, sepse mund t'jesh ke Interi, mund t'jesh në stole dhe pavarësisht se ne themi që shiko, mjafton t'jesh ke Interi dhe nuk është kështu. Ato minutat në këmbë janë të tyra. Ai është një lojtar që për minutat që luan, për ato që trajneri Inzaghi gjithmonë i ka dhënë dhe pse i jep shanse, pavarësisht se ai është një rol ku një mesfushor si Turku Çalhanoğlu sigurisht është një lojtar që normalisht është një lojtar i niveleve botërore, është një lojtar që normalisht, por edhe Aslani me moshën që ka, sigurisht bile nga njerë themi që shiko, më mirë të shkoj të luaj një skuadër që është pak me dobët, por ndërkohë të marri minuta më tepër. Megjithatë, pastaj këtë e di klubi, e di Aslani, e di ne për momentin, për atë çka bën ke Interi, dhe urojmë që thash njerë, për tifozat italian të Shqipërisë që janë këte, ne duam që një Inter të jetë në finale. Me thënë të drejtën, unë brenda Italisë, për shkak të gjermanëve që kanë luajtur ke Interi, historikisht kam qenë me Interi, por brenda Italisë. Tami, do presim sonte çfarë do ndodh në San Siro, nesër çfarë do ndodh në Paris për kuptuar se midis kujt do anoj magjia e Allianz Arena në Munich. Uroj një Barcelona Arsenal, më mbajt inshallah më Presim orën 9. Mirë, falenderojmë shumë. Gjithmonë mirë pritur. I themi publiku, do ndjekim një shkëputje të shkurtër dhe kthehemi pas pak flasim për politikë.